Se të gjithë ndikon, të gjithë sektor, po sektori prodhues, sektori i shërbimit është ai që është më i ndihshëm, se ne krejt kemi investu dhe çdo shtet strategji ka zhvillimin e prodhimit. Prodhimi ai që ta shton eksportin dhe ta ndryshon bilancin tregtar. Po ashtu njëjtë edhe të shërbimet, sepse të shërbimet në tregtime madhrat ne kemi deficit, në shërbime kemi suficit. Mirë, po ne duhet me majt këtë suficit, së shumë e mirë se ardhen edhe na ndihmon në një rritje më të fortë ekonomike. Kushtimi potencoj që për çdo sektor se sa merr pjesë energjia elektrike dhe padyshim që të çdo njëri do të ndikoj. Edhe kjo nuk është mirë, edhe kërkesa jonë edhe biznese vështë që hana për një periudhë tranzicioni një vjeçar që se çdo biznes kontratën me afatin kohor më të shkurt të cilën e ka lidhur për ta shit një madh, ose një produkt vetin ose për ta ofruar një shërbim, është një vjeçar. Dhe në takimin të cilin e kishëm me bizneset në odë ekonomike, argumentuan që edhe ndërprerja e kontratës nga ana e bizneseve tona për një biznes të huj i ka ndëshkimet. Penalti që duhet paguar. Se ka ankesa që vetëm së fundi e një njoftuar. Pra, më herët, ju si odë ekonomike, nuk keni patur komunikim me ZRE-n? As nuk kemi pas komunikim, edhe më duhet me thonën për hir të transparencës, për hir të transparencës, që edhe në këtë rast ne jemi informuar përmes mediave. Ne nuk e kemi një shkresë për ZRE-s, e cila është drejtu odës ekonomike, biznese, përfaqësuese, por nuk prej kontakte që kam edhe me kolegët të dhoma ose shoqata tjera, as ata nuk e kanë një shkresë protokolare, zyrtare, me cilën kërkohet që të njoftohen bizneset që duhet dalin në tregun e lirë. Sa konsideroni që do duhet ishte koha paraprake për të përgatitur? Sa kohë më parë është dashur ZRE-ja t'ju njoftoj juve se çfarë po planifikon? Një vit. Një vit. Minimumi një vit, se çdo biznes planin afat shkurt, financiare përgatit për një vit, afat shkurt. Se kanë afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë. Dhe për këtë arsye, minimumi ishtë dasht një vit. Mirë, po ky vendim ka ardhën në qysh si mënyrë, po du të me rritë për qytetarë. 30%, 25%, 16 qytetarëve pjesën tjetër që angarkojnë biznesit. Mirë, kushtrim gjatë kronologjisë prej momentit kur është miratu ligji për energjin e deri tani, ZRE-ja ka njoftuar për arsyet pse peshtyjnë ose ka diskutuar ndonjëherë qoftë edhe për brenda, ndoshta janë paraqit publikimet në faqet e tyre, po që ka interesuar nuk e ka pas. Sa transparente në përgjithësi ka qenë ZRE-ja për zbatimin e ligjit, ku parashihet liberalizimi i tregut? Në përgjithësi, në periudhat e mëhershme, domosdoshmë kryesisht kanë qenë kërkesat vetë përfaqësuesve të bizneseve që kanë shtynë këtë proces, sepse u ditë saktë që sistemi në vendin tonë nuk ka qenë i përgatitur. Pra thoni që bizneset e kanë ditur dhe kanë bë kërkesë për ta shtyrë? Jo, në atë periudhën kohore, për shembull kur ka hyrë ligji në fuqi, bizneset nuk kanë qenë përgatitur se kriteret për 50 ose 10 milion nuk ka qenë kriteri drejt dhe i ndonë. Dhe po ashtu desh institucionet tona mi sjell paketat legjislative. Bili, vitin e kaluar, para se mi nxjerr bizneset në tregun e lirë, ka qenë afati i fundit për institucionet, këtë rast për qeverinë dhe kuvendin, me sjell paketën e 4 legjislative që i përgatit bizneset me dalë në tregun e lirë. Dhe në atë periudhë kohore, duke pas kriteret që nuk janë si them, transparente dhe të drejta, është vendosur që 5 bizneset e para që shfrytëzojnë linjën 110 të kalojnë në tregun e lirë. Dhe kanë kaluar Trepsha, Ferenikli, Shartsemi, dy tjetër. Kanë kaluar sepse nuk ka përballuar dot keku për shkak majmen kur është. Po kjo ka qenë ideja. Më pas ideja ka qenë që me kalu një pjesë e bizneset që shfrytëzojnë linjën 35. Mirë, po ka ardhur pandemia dhe pandemia ju e dini që rregulloi komplet sistemin e furnizimit. Mas pandemisë nuk ju në marë me kërkesën për mi përgatit bizneset me donë tregun e lirë, apo me përgatit tregun. Dhe që ka ndodhur tani? Si u përfundun zgjedhjet, fillim të marsit e kërkesa që meni që shorin... Pra thoni që në start ligji ka qenë gabim, kur i ka kategorizuar. So ka qenë zëshëm atëherë komuniteti biznesit, njerëzve që prodhojnë për të bë presion mbi legjislativin, ta ndryshoj këtë ligj, sepse fundja ligjet edhe ndryshohen, amandamentohen, por nuk më kujtohet nëse kanë ngritë zërin shumë, si e mban mend ti kushtrim. Në takime ndryshme e di që ka pas ngritjet zërit, po ju e dini që në këtë politikën tonë përgjithësi, kur po janë njerëzit në opozit, po t'japin mbështetje, kur po dalin në pushtet, po janë po të njëjtë sikur të tjetë, logjika është po e njëjta, do më nuk që po ndrojmë diçka, fatkeqësisht në këtë situatën që jemi edhe sot.
Nëse të njëjtit që sot janë në qeveri, dikur na kanë dhënë mbështetje kur ishin në opozitë se do të marrin masa, të ndryshojnë ligjin dhe të rregullojnë këto telashe që i kemi. Sot asnjë Tash opozita po e mbështet. Opozita një që e nënshkrojnë atë kohë, tash po thotë po mbështet. Domthonë dy partë janë fajtor. Pse konsideroni që zëreja po shkel ligjin, se pash keni bën një reagim ku janë telashet, ku po i bën ato shkelje zëreja në ligj? Për shembull, një prej shkeljeve që konsideroj goxha të mëdha që ka qenë dhe unë mas reagimeve që i patëm na disa prej pasozët biznese është shkelja e ligjit të themi ose sekretit tregtar. Për shembull, Kesko ka kërkuar bizneseve në fillim që të dërgojnë edhe vanat për hyrje dalje, që ka qenë shumë e çuditshme kjo situatë dhe pas reagimit që kemi bën ne, kemi drejtuar zyrtarisht edhe Keskos edhe ZRE-s, më pas një ditë mbrapa Kesko del me një vendim të ri, thotë jo tash s'po kërkojmë sekretin tregtar. E gjejmë ato tek ATK-ja, për shembull, në sekretin e fillimit ATK pse atë ke kërku. A ka ndonjë motiv le të themi që mund ta diskutojmë çka e ka shtyr ZRE-n në këtë moment ta marrë këtë vendim? Jo zyrtarisht, diskutime, ka që eventualisht mund shkojnë në remën bloqet e Kekut, nuk ka rrymë për gjithë, pastaj janë detyruar të nxjerrin treg të hapur bizneset si konsumus ndaj. Ka informacion të tillë, sepse tani po flasin vetëm me aludime, çka do të mund ta shtynte ZRE-n që me kaq nguti prap, me që nuk është tregu gati. Pse tash me njerë kështu parashtit krye? Nuk është bërë një studim, si që thamë fillim, nuk është bërë një studim i mirë. Dhe që ka ndodhë? Kërkesa e Kecit ka qenën që faktikisht tarifat më rritë, për shkak se ka importu energji elektrike me qenë shumë të lartë, është rritë konsumi dhe këto arsyetimet që shkojnë të ZRE-ja, që çdo vetë në periudhë ZRE-ja i ka ato takimet të rregullat ku i shqyrton tarifat dhe shumën e mjetëve të lejuara, si që quajnë ata në gjuhën e tyre. Dhe në këtë rast, sipas kësaj logjike, për me lejuat shumë, për më bëj investime në rrjet, se ne nuk kemi kundër investimeve në rrjet, se dimri na vjen shumë shpejt dhe ne duhet prapë me pas një rrjet të mirë për me na furnizu me energji elektrike. Dhe sipas kësaj arsyetimi, ZRE-ja i ka rritë 16.1% për bizneset e vogla të që i ka nën 50 vetë dhe për qytetarë. Mirë po, shuma tjetër që mungon e mjetëve, për mos me shkaktu reakcion të qytetarët në kuptimin që mu rritë shumë. Mos me rritë barën shumë qytetarit? Mos me rritë barën qytetarit, i kanë nxjerrë bizneset mirë, po me këtë e kanë dëmtu qytetarin edhe më shumë, se sa ta këshin rritë tarifën e plot për bizneset dhe për qytetarët. Për shembull, prej 16 21. Sa po mungon kjo pjesa 50 milion shi. Ky vendim është marrë për të mos e dëmtuar, le të themi, Keskon, për të mos e dëmtuar Kecin. Kecin i që heq, po qytetari tani dhe biznesi. Këtu është logjika. Dhe qytetari i Republikës Kosovës, tani përveç është ngarku në ekonomi familjare me 16.1%, po ngarkohet edhe në shërbim apo në produkt. Po rritet çmimet. Keku ka importuar rreth afër 50 milion vitin e kaluar energji elektrike, si pas disa statistika që kam lexuar, dhe në anën tjetër ka importu mbi 100 milion. Do thotë Kosovës i mungojnë 50 milion. Dhe nëse s'ka bëj çdo vit, përkatësisht vitin e kaluar, po flasëm, qeveria nga buxheti i Kosovës e ka subvencionu Keskon në këtë rast, apo ekonominë ose përgjithsisht sektorin e energjisë me 50 milion. Dhe këtë 50 milion donë që të kaloj, do thot një pjesë ndoshta me këtë 16% që është rritur, nuk e di sa do të mbolohet, dhe pjesa tjetër nga këto biznese. Po sigurisht që kjo është... Këtë pjesën zyrtare që është diskutuar edhe e dim, por ju me